Ajo është padyshim një nga deputetet më tërheqëse të Kuvendit të Kosovës. Duda Balje, nga partia e Bosnjakëve SDU, jo pak herë ka rrëmbyer vëmendjen e mediave roz me paraqitjet e saj, teksa e shohim gjithnjë të kuruar dhe me stil në parlament, duket se kujdes dhe vëmendje të madhe ja kushton Dudja Balje edhe pamjes së jashtme, por edhe përditshmërisë. Ajo është mjaft aktive dhe e ndjekur në rrjetet sociale përmes të cilave ndan me ndjekësit fotografi të ndryshme nga jeta e përditshme, por edhe aktiviteti i saj politik. Së fundmi Duda Balje i ka mahnitur të gjithë ndjekësit teksa ka publikuar një fotosesion në të cilin ka pozuar me veshje tradicionale shqiptare nga më të ndryshmet. Duke qenë një nuse e Kosovës, Duda duket se është lidhur shumë me traditat dhe vlerat kulturore shqiptare, saqë ka preferuar të fotografohet me veshjet kombëtare të gjitha trevave të Shqipërisë. Ndonse është nënë e 3 fëmijëve, deputetja e komunitetit bosnjak vazhdon të ketë një pamje rinore, e teksa ka pozuar me këto veshje, ajo është dukur edhe më tërheqëse. Komplimentet për deputeten për paraqitjen e saj me këto veshje kombëtare shqiptare kanë qenë të shumta nga ana e ndjekësve të saj në rrjetet sociale.